Inspektoriati i Punës ka arritur të identifikojë parregullësitë për secilën kompani përgjegjëse për incidentin fatal në kantierin e ndërtimit të kompleksit Prizreni i Ri në lagjen Arbana të Prizrenit, ku humbi jetën Valmir Morina nga drenoci i Malishevës. Gazeta Insajderi, me anë të qasjes në dokumente publike, ka arritur të sigurojë raportin e Inspektoriatit të Punës dhe gjetjet pas inspektimit që ju janë bërë kontraktorëve e nën-kontraktorëve pas rastit tragjik. Siç përshkruhet në gjetjet e Inspektoriatit të Punës, viktima, i cili punonte për nën-kontraktorin Gjevat Bytyqi BI, po bëhej gati për të filluar betonimin e pllakës së sipërme të bodrumit të një objekti afaresto banesor. Në momentin e fillimit të pompimit, kamioni i pompës së betonit në pronësi të kompanisë Tijani Kompani KGA SHPK u vendos në një pozitë të paqëndrueshme, gjë që çoi në humbjen e ekuilibrit të krahut të pompës. Krahu i pompës goditi punëtorin e ri në pjesën e sipërme të trupit, duke i shkaktuar plagë vdekje prurëse të menjëhershme. Nga raporti i Inspektoriatit të Punës, të cilin e ka parë Gazeta Insajderi, janë gjetur shkelje nga të gjitha kompanitë e përfshira në këtë projekt. Swiss Construction Holding SHPK, si investitori kryesor, sipas Inspektoriatit të Punës, dështoi të angazhonte koordinator për siguri dhe shëndet në punë. Këtë pozitë e prezantoi para Inspektoriatit vetëm një ditë pas aksidentit. Po ashtu Inspektoriati thotë se investitori Swiss Construction Holding SHPK ka prezantuar dokumentin e vlerësimit të rrezikut pas ndodhjes së incidentit fatal në punë. Gazeta Insajderi i është drejtuar me pyetje Swiss Construction Holding SHPK, ku të njëjtit kanë thënë se kanë kundërshtuar gjetjet e raportit, për çka kanë dërguar edhe ankesë. Aksidenti me pasoja fatale ka ndodhur në kuadër të punimeve të realizuara nga dy kompani kontraktore, të cilat nuk janë Swiss Construction Holding, thuhet në përgjigjen e tyre për Insajderin. Një nga aksionarët kryesor të kësaj kompanie është subjekti juridik Lika Holding. Kjo kompani është në pronësi të biznismenit të fuqishëm Esat Lika. Leoni Construction BNB SHPK, si kontraktori kryesor i punimeve, sipas Inspektoriatit të Punës, dështoi të emërojë koordinator të sigurisë së shëndetit në punë deri në ditën e aksidentit. Po ashtu, raporti i Inspektoriatit thotë se dokumentin e vlerësimit të rreziqeve e ka prezantuar 4 ditë pas incidentit tragjik. Lidhur me rastin konkret, Leoni Construction BNB SHPK ka deklaruar për Insajderin se punimet janë kryer nga nën-kontraktori Kushtrimi ING dhe sipas kontratës së lidhur ndërmjet palëve, përgjegjësia për organizimin e punimeve dhe zbatimin e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë i takonte nën-kontraktorit. Kompania ka bërë të ditur gjithashtu se nën-kontraktorit i janë dorëzuar udhëzimet për organizimin e punishtës dhe rregullat për siguri dhe shëndet në punë, ndërsa ka theksuar se ai kishte angazhuar një koordinator të jashtëm për siguri dhe shëndet në punë me detyrë monitorimi periodik të zbatimit të këtyre masave dhe hartimin e raporteve përkatëse. Kompania furnizuese e betonit Tijani Kompani KGA SHPK, makineria së cilës u bë shkak për fatalitetin, nuk ka prezantuar asnjë dokument të vlerësimit të rrezikut, as certifikat trajnimi për shoferin që manovronte ekranin e pompës dhe asnjë dëshmi për dorëzimin e pajisjeve të mbrojtjes personale. Gazeta Insajderi ka dërguar pyetje kësaj kompanie për ta pyetur lidhur me gjetjet e Inspektoriatit, mirë po deri në momentin e publikimit të këtij materiali nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Të njëjta gjetje Inspektoriati i Punës i identifikon edhe të nën-kontraktori Gjevat Bytyqi BI. Pra, sipas Inspektoriatit, nga ana nën-kontraktorit nuk kishte vlerësim rreziku, nuk kishte trajnuar viktimen për rreziqet në punë dhe nuk ofroi asnjë provë se i kishte siguruar atij pajisje elementare mbrojtëse si helmeta apo rrobat e sigurisë. Inspektoriati i Punës në një përgjigje për gazetën Insajderi ka thënë se mbi bazën e gjetjeve të raportit zyrtar, 3 kompani do të adresohen në gjykatë për kundërvajtje. Më tutje bën me dije se s'ka pasur inspektime paraprake nga ana Inspektoriatit Qendror të Punës për këto kompani.